Kemi udhëtu nga Portlandi, kemi shkuar në Everett, në vendin ku prodhohen avionet Boeing. Po. Dhe me menaxherin e shitjeve diskutuam edhe fillojmë pyeti, thotë sa i madh është aeroporti i Rinasit. Se kishin hallë me i pru me Boeing. Me i pru me Boeing, kemi avion të madh, tha që shitet në Itali, tha, dhe në Holland, tha, dhe po e bjem atje. Thash, unë dukte si përndryshe në sekretar shtak, se kam idenë, thash, se sa kapaciteti ka aeroporti jonë në atë kohë. Përfundimisht, okej, e gjetën një shitje në Itali, edhe më thanë, si do bësh nga Italia, tash i për t'i pru në Tiranë. Kam mi që shokë, tash do i rrylloj punët. Edhe me 20 gusht erdhen gjithë ndimat, rreth $20,000 të vlerësume, dhe unë harxova vetëm një letër format A4, jo letër sot mirë si sot, po letër qik ma kështu, me makinë shkrimi në anglisht, falendrim për Boeingun që më solli gjithë materialet.